Kryeministri Sali Berisha ka ritheksuar dhe njëherë gjatë mbledhjes së grupit kuvendor demokrat se shqiptarët do të respektojnë vendimin për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Garanci që u dha dhe krerëve të shteteve e qeverive të vendeve anëtare të NATO-s gjatë samitit të Lisbonës. Kryeministri nënvizoi gjithashtu efektin e ndjeshëm që pritet të ketë në ekonomi hyrja në fuqi e vendimit për lëvizje pa viza në zonën Schengen. Qeveria shqiptare, ministrit dhe të gjitha agjensitë e këtij vendi qëndrojnë të vendosura për një bashkëpunim të hapur dhe total, në mënyrë që ky vendim historik, por njëkohësisht edhe bonusi më i fuqishëm që Bashkimi Evropian i ka bërë ndonjëherë ekonomisë shqiptare, ka një impakt jashtëzakonisht të madh në ekonomi. Unë pres që vetëm ky vendim të rrisë me 2% prodhimin e brendshëm vitin e ardhshëm. Ne do qëndrojmë të hapur, nëse jemi të bindur në moralin, në dinjitetin e qytetarëve shqiptarë, të cilët do të dinë të respektojnë plotësisht dhe tërësisht të gjitha kërkesat e këtij akti madhor. Në mbledhjen e grupit kuvendor demokrat, kryeministri e konsideroi urgjente fillimin nga puna për zbukurimin e bashkive të vendit për festat e fundvitit. Ai tha se këtë vit shqiptarët kanë më shumë arsye të festojnë, duke përmendur këtu vendimin për liberalizim të vizave që pritet të hyjë në fuqi pas datës 15 dhjetor. Prandaj të fillojë zbukurimi i qyteteve, këshillat bashkiake. Edhe nëse ndonjë kryebashkiak është në zi për shkaqe të veta, ai le të rrinë dëshpërinë e tij. Qyteti duhet të gëzojë, të mos ndodhë siç ndodhi me Tiranën vjet, që pas krishtlindjeve dhe pas protestave u vendosen disa llambushka, se ata edhe punën e baterive dini, kanë historinë e baterive ata. Po s'futen duart në çdo gjë, kanë të pamundur. Kemi pavarësinë e vendit. Kur ndonjëherë që nga shemja e perdes hekurt e kemi pritur më të lirë dhe më të denjë se këtë vit pavarësinë. Do të marrë dita e flamurit, dita e pavarësisë, do të marrin të gjithë dimensionet. Kemi ditën që ndau historinë të pluralizmit dhe themelimit të Partisë Demokratike. Kemi ditën që shqiptarët do të nisen pa viza në Europë. Festat e shejta të krishtlindjeve, vitin e ri, pra duhet që Shqipëria të jetë festive. Se është kollaj të organizosh gëzime gjikande për veten tënde dhe të rezervosh qytetarëve terrin dhe errësirën. Po këtë nuk do ta pranoj. Ne jemi që të gjithë të gëzojnë. Si kundër ministrave, një javë më parë dhe deputetëve demokrat, kryeministri u kërkoi të përparsojnë projekt buxhetin për vitin 2011 në funksion të turizmit. Ai tha se çështja e pastrimit të zonave turistike duhet të marrë përparësi, ndaj dhe u kërkoi deputetëve të organizojnë takime të posaçme me autoritetet vendore.